Pse të ndodh ty, Ana, pse ke dëgjuar, çfarë ke dëgjuar në histori të ndryshme që ta kanë thënë, këtë përsen mbase që ti mund ta kesh pyetur? Shiko, në shumicën e rasteve është tendenca për të rikthyer, apo frika nga e panjohura, për të hedhur tek dikush tjetër apo diçka tjetër e re. Pra mekanizmi ynë është i mësuar tashmë, është zona jonë e rehatisë. Ne jemi komfort me këtë person dhe është frika për të shkuar drejt së panjohurës. Dhe andodh që fiksimi për ishin të bën ty mos krijosh një të ardhme për veten? Sigurisht që po. Dhe të ka ndodhur, më tregon nëse mund të ndash një nga historitë që ty të vinë. Ose që të kanë krijuar familje, janë dhe me fëmijë dhe ndoshta ai e ka mendjen sërish tek ajo. Kjo më ndodh çdo ditë faktikisht dhe kryesisht me shqiptarët, duke marrë parasysh që jashtë vendit, duke marrë parasysh që jashtë vendit jeta është shumë dinamike dhe je gjithmonë në lëvizje dhe shanset për tu fiksuar janë më të vogla, por duke marrë parasysh vajzat shqiptare dhe për shkak të mentalitetit, pjesën më të madhe të kohës e kalojnë duke u kujdesur për familjen dhe për fëmijët. Dhe si rrjedhoi çfarë ndodh? Duke marrë parasysh dhe shpërthimin e rrjeteve sociale, kthehen tek historitë e vjetra për t'u ndjerë akoma të dëshiruara. Dhe këtë e perceptojnë si dashuri, si një lidhje emocionale, por nuk është kjo. Është frustrim seksual? Frustrim seksual, emocional dhe psikologjik. Pra, ta themi në një mënyrë që të jetë paksa më e qartë për ata që ndjekin. Ideja është për të ndjerë të pranuar, për të kërkuar validim, konfirmim që shiko, ky person po mos zgjedh mua dhe unë vlej. Po ta marrim me shembull konkret. Për shembull, Remil. Deri diku jam dakord, por vajzat shqiptare tani me aq sa unë njoh ka një version update të kësaj, ka ndryshuar pak. Si e kanë? Dhe versioni update është që mbajnë marrëdhënie me ishin, sepse nuk duan të kenë marrëdhënie të tjera. Domethënë, ka një gjë me veten që thonë që pse duhet të shkoj me shumë veta, ndërkohë që kam ishin për të hequr këtë pjesën seksuale. Okej, mbaj raporte veten për individet. Pikërisht për këtë doja të të pyesja në momentin që sapo tu drejtova që a duhet mbase që ti ta ruash vetëm për kontakt seksual marrëdhënien me ish partnerin? Po pra, kjo gjëja ku ndodh më shumë ti sipas mendimit tënd? Ndodh tek një djalë apo tek një vajzë? Çka kam vënë re, ndodh shumë te vajzat. Te vajzat. Kohët e sotme, ndodh shumë që mbajnë këtë raportin me eksin. Madje kam qenë në një date, edhe pasi ma tha këtë fjalia tjetër ishte më sill llogarinë, kupton se nuk e di pse duhet të mbash. Se si ta tha këtë të tha fjalin që e ruante marrëdhënien me ish partnerin e saj? Po, dhe thash pse duhet, thash me vete se as nuk i fola në atë moment, thash pse duhet që një njeri të mbajë marrëdhënie me një tjetër, ndërkohë që është edhe në kafe me mua, që do të njihet. Mund ta kishë kundërshtuar për shkak, apo thësh që në momentin që ti do kundërshtosh, nuk është se do përbësh një gjë ndryshe te ajo, nuk është se do i ndryshosh mendimin. Ajo ka koncept atë. Dhe prandaj po them që vajzat shqiptare kanë ndryshuar pak tani, janë me këtë versionin update. Po ti të paktën nuk e vlerësove që ajo zgjodhi të ta thotë, se ajo mund edhe mos të ta thosh. Jo është ai, është vlerësim, pa diskutuar se ti nuk humbet kohë me Pikërisht. Po, patjetër. Ndoshta varianti djemve si është, paktën, jo, ndoshta jo eksperiencë personale, por them të shokëve ose njerëzve që Unë nuk mendoj që djemt mbase duan, por nuk e mbajnë dot raportin me eksin. Ndërsa një vajzë ka shumë herë më të thjeshtë. Pra, ti mendon që edhe çështja e rikthimit, ti personalisht ndoshta do riktheshe me një ishin tënd? Pa diskutim që jo, aq më tepër, nëse do E quante ezauruar si marrëdhënie? Nëse do i rikthesh, edhe nëse le ta themi për anën seksuale, ti do kesh intimitet, do komunikosh, do duash t'i rikthesh prap një të marrëdhënie. Nuk është më thjesht gjë seksuale pastaj. Qëse ka ndryshuar ai ose ti? Është dëshirë për të rikthyer te ai njeri. Po ty të ka ndodhur që me një ish partnerin tënde të kesh sërish një anë seksuale? Jam edhe te komunikimi që nuk duhet të kem komunikim me atë njeri. I fshin numrin e telefonit për shembull?
Po i fshit gjitha. I fshit gjitha, vetëm edhe fytyrën kam përshtypjen ja fshin nga memoria në momentin që e sheh apo se fshin Pa do ta shih. diskutim, edhe emrin e hap. Edhe emrin e harron, ë. Po se kjo e emri të shumë e rëndësishme.